që nga sot nuk ka më thjesht vonesa në ekzekutim të fondeve, por rrezikon humbje të parikuperueshme financiare. Në diskutim janë 90.6 milionë euro të dedikuara për semestrin e dytë, me afat përfundimi deri më 30 qershor 2025. Pas kësaj periudhe është aktivizuar grace periudha një vjeçare, kohë gjatë të cilës qeveria dhe kuvende kishin kohë shtesë për të zbatuar 13 hapat reformues në kuadër të këtij semestri pa humbje financiare. Megjithatë, me përmbylljen e kësaj periudhe, pasojat financiare janë të konsiderueshme dhe të pakthyeshme. Dhe me shumë shpejt do të kemi një qartësi se sa nga këto mjete janë humbur përfundimisht. Ky proces nuk përbën vetëm çështje teknike apo administrative, por çështje të drejtë për drejtë të interesit publik. Çdo euro e humbur në kupton zvogëlim të investimeve në ekonomi, dobësim të mbështetjes në reforma, kufizim të mundësive zhvillimore dhe cënim të besueshmërisë së Kosovës në rrugën drejt integrimit evropian. Duke konsideruar gjendjen aktuale, Grupi për Studime Juridike dhe Politike rithekson rekomandimet e saj për përmirësimin dhe përshpejtimin e zbatimit të agjendës reformave përmes themelimit të një task force të dedikuar për koordinimin dhe zbatimin e reformave të planifikuara në kuadër të agjendës reformave, prioritizimit të qartë dhe të strukturuar të agjendës reformave në qeverisje dhe përpilimit të listës së ligjeve me prioritet dhe trajtimit të tyre pa humbur aspektin kualitativ si dhe konsultimet e rregullta të parapara me ligj. Formimi i institucioneve dhe koordinimi i qëndrueshëm institucional mbeten kushti kryesor për të siguruar përfitim substancial të fondeve të parapara në kuadër të planit të rritjes. Në këtë kuptim, GLPS thekson se stabiliteti institucional dhe ritmi i vendimarrjes do jenë faktor përcaktues për shmangjen e humbjeve të mëtutjeshme financiare.